Shpërndani pak krip rreth shtëpisë dhe do shpëtoni nga ky problem. Përshekuj me radhë kripa është të përdorur si një përbërës efektiv për pastrimin e shtëpisë. Ajo nuk ka veti toksike dhe për shkak të kësaj njerëzit e kanë përdorur për pastrim dhe dezinfektim, sidomos të artikujve shtëpiak. Kjo metodë është me të vërtetë e dobishme dhe nuk kushton shumë. Kripa është një zgjidhje e mirë qoftë se doni të mbani milingona larg nga kabinat e magazinave të ushqimit ose nga ambientet e shtëpisë. Vendosni pak krip në sipërfaqen ku ndodhen milingonat. Kripa do të ulën nivelin e lagështisë së shtëpisë. Përdorni krip për lustrimin e bronzit, argjendit dhe bakrit. Nëse keni stoli bronzi, bakri dhe argjendi, me siguri kërkoni vazhdimisht mënyra efektive për t'i mbajtur të pastra. Metalet zbehen me kalimin e kohës, prandaj do ju duhen metoda për t'i mbajtur ato të pastra. Kripa është një zgjidhje e lehtë dhe pak e kushtueshme dhe për këtë problem do t'jap rezultate mjaft të mira, citojnë ekspertët e Brightside.